Mirëmëngjesit, mirë se keni ardhur. Ju ftoj të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën me këngën numër 224. Zoti ju dhën siguri të paqe. Faleminderit për këtë mëngjes, faleminderit o Perëndi për mundësinë për të qenë në këtë fillim viti së bashku në shtëpinë tënde, për të adhuruar së bashku Perëndi, për të dërguar britma gëzimi drejt Teje, për të dëgjuar fjalën tënde o Perëndi e për të kaluar këtë kohë bashkësie me njëri tjetrin si vëllezër dhe motra në Krishtin. Bekoj o Perëndi këtë shërbes, lutem që Ti ta marrësh nderin dhe lavdin për çdo gjë që do të bëhet. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Mund të uleni? Vazhdojmë me këngën tjetër, kënga me numrin 212, nga Orienti tre mbretër ne. 212. Oh
vazhdojmë me këngën tjetër, kënga me numrin 208, shpëmi është ky. 208. Mirëmëngjesi, është bekim që jemi përsëri në shtëpinë e Zotit. E di që koha e festave ka atë nxitjen që trim në shtëpi, trim ngrohtë, ndoshta takojmë ndonjë mik, ndonjë familjar, por është bekim që e gjejmë kohën edhe jemi së bashku sot në këtë ditë të diele për të adhuruar Zotin edhe për të qenë në kishë ditën e parë të javës, sikurse ishte tradita që prej kohës së dishepujve. Koha e festave është një kohë e bukur, jemi gëzuar besoj edhe me muzikën e veçantë, edhe me zbukurimet, edhe me programin që patëm për takimin e datës 24. Nuk e di nëse ndonjë nga ju e ka parë në internet takimin, ne e pam familjarisht, u gëzuam, qeshëm, filluam të kapim dhe gabimet e njëri tjetrit, por është bekim që kemi mundësinë të adhurojmë Zotin
Koha e fund vitit është gjithashtu i kohë e veçantë sepse na vinë emigrantët. Na ka ardhur një emigrant nga Amerika. Kur ndalova me makinë përpara derës tash onore. Po mo kanë syt tash sot mëngjes. Reali ky apo është temë nga që ka filluar të zgjatet edhe ndoshta ajo Kia. Pastaj pashë edhe herë tash, jo më që e ka Reali. Mirë se erdhe vlla. Zim që të kemi midis nesh. Herën tjetër hajde me familjen. Reali ka ardhur për të sjellë lajmet e fundit nga Amerika. Ka ardhur fiks për diskutimet mbi Venezuelën. Jo në kamerë, Dhe unë po mendoja të sot mëngjes tash pastorari është në Itali, kështu që me Arin s'bëj dot lloj koment. Reti ndoshta s'vjen, me porosim ka ardhur Reali, që do bëjmë pak diskutim politik më vonë. Është ngarkuar e diela sot, se është e diela e parë edhe e vitit, edhe e muajit. Çimi do shkoj pak tek misionet fillimisht, do bëjmë një switch të vogël. Është e diela e parë, kujtojmë misionarët që ne mbështesim, kështu që le të kujtojmë në lutje familjen Zefi në Tropoj. Ata janë atje, besnik, vazhdojnë shërbesën e tyre. Para 2 apo 3 javësh pastorari ka folur edhe në telefon me Astritin, edhe puna vazhdon, shërbesa ka sfidat e veta. Ata ka nevojë për lutje, edhe sigurisht ka nevojë për mbështetjen tonë financiare, cilën ne e kemi premtuar, kështu që tregojmë besnik, atje në fund ka zarfa, të cilat janë të dedikuara për ofertën misionare, e cila shkon për familjet misionare që ne mbështesim. Familja Zefi është një prej tyre, familja tjetër është familja Fjoki, ata vazhdojnë shërbesën e tyre në Laknas, në Marikaj, edhe mbështesin gjithashtu edhe duke shkuar vetë edhe shërbesën në Kuçov, duke ndihmuar pastor Lilin atje, edhe me takime me të rinjt, t'i mbajmë në lutje. Perëndia ka planin e tij edhe i përdor njerëzit që janë të gatshëm, dhe këto janë një prej familjeve të gatshme për t'i shërbyer Zotit në zona ku ndoshta jo të gjithë ne duam të shkojmë, të jetojmë, ndërtojmë komunitete dhe njohje e misi, por Perëndia ka vënë në zemrën e tyre këto zona edhe ata predikojnë fjalën e Perëndisë atje. Një familje tjetër është familja Ola, ata shërbejnë në Hungari, puna vazhdon. Jemi lutur për shumë kohë për Gideonin, ai pati një ndërhyrje shumë të vështirë, ndeti për disa javë në spital, por ka dalë prej disa kohësh, vazhdon rekuperimi, duhet bëj fizioterapi të vazhdueshme, më duket edhe seanca të tjera për ta marrë veten, por është më mirë edhe ka patur mundësinë që t'i kthehet gradualisht edhe shërbesës. Të lutemi për familjen e tij dhe të mos harrojmë që t'japim me besim ashtu si kemi premtuar, se Perëndia do t'na bekojë ne që japim e do të bekojë nëpërmjet financave tona edhe punën që ne mbështesim në Hungari e kudo tjetër. Gjithashtu kemi një misionare tjetër që ne aktualisht e mbështesim me lutje. Ta kujtojmë në lutje doktoresh Patricia Ketro, ajo është misionare mjekësore, e ka lënë profesionin e saj, ose më saktë ushtrimin e profesionit për qëllime përfitimi, pra nuk punon si mjeke, sepse dëshiron që të shërbej si mjeke me kohë të plotë, edhe është duke punuar me disa projekte për të ndihmuar në vende ku mjekësia ndoshta nuk është aq e zhvilluar dhe aq e arritshme sa mund të jetë në vendin tonë apo në vende të tjera. Gjithashtu ajo udhton me çdo klinik që ata bëjnë gjatë vitit, dhe zakonisht janë 4 të tilla, po ta mbajmë në lutje Patricia, edhe kisha jonë edhe kisha të tjera në Shqipëri janë edhe përfituese të drejtë për drejta të shërbesës së saj dhe të miqve të saj mjek, sepse ne i kemi patur ata edhe në kishën tonë, i kemi patur edhe në Laknas, i kemi patur edhe në Marikaj, edhe planifikojmë, dash Zotit çdo gjë do të shkojë mirë, që këtë maj, në majin e 2026-s, të jemi bashkë me mjekët amerikanë në Kuçov, një zonë vërtet në nevojë, edhe për përkujdesin mjekësor, edhe për ndihmën e ilaçeve, po themi falas, që marrin gjatë kësaj kohe, kështu që ta mbajmë në lutje këtë aktivitet, edhe të kujtohemi edhe për misionet, edhe të japim nëpërmjet zarfave, dakor? Ajo që e hedhim direkt te koshi shkon për ofertat e kishës, ajo që e vendosim në zarf shkon direkt për buxhetin e misioneve, për të mbështetur misionarët.
Kemi gjithashtu disa kalendar, ndoshta ndonjëri nga ju nuk ka marrë, ky këtu është i pari, është një kalendar mujor, është kalendari do ta quaja unë për tacve, për gjithë muajin ka një varg, ku shpërton edhe s'do të lodhi kokën shumë, çdo ditë në mëngjes lëshoj datën edhe të lexoj të njëjtin varg për 31 ditë, po është një inkurajim ndoshta për dikën që s'ka shumë kohë edhe nuk e gjen dot kohën, lexoj një varg përpara se dalim nga shtëpia. Kemi një kalendar tjetër, është ky kalendari i farës së mirë, të cilin disa nga ju e kanë marrë, kemi ende disa të tjera atje në fund, një për familje, çdo ditë ka një varg nga Bibla dhe një devocion inkurajimi. Vlla Geni do të vit na lexojë për pak mesazhin e datës 4. Gjithashtu kemi një plan të leximit Biblës që e postojmë çdo ditë tek faqja e kishës në Instagram dhe në Facebook. Tani shumica prej jush kanë Facebook, përveç Fatmirës edhe Astridit, do ja hapim juve një, shaka. Por është një plan për ata që duan ta lexojnë Biblën për gjatë gjithë vitit, ta mbyllin leximin në një vit. Çdo ditë mund të lexoni disa kapituj në mënyrë që kur të vi fundi i vitit, teksa do festojmë gjitha arritjet, midis arritjeve do festojmë edhe leximin e Biblës të plot për vitin kalendarik 2026. Mirë, nuk kemi gjë tjetër, kështu që faleminderit regjia, kemi disa takime të veçanta, javën e 3 i bie paka shumë të janarit, në datën 16, 17 edhe 18 janar, në orën 18, pra në orën 6 pasdite të premten dhe të shtunën dhe në orën 11 të dielën e datës 18, ne do të takohemi këtu në disa takime të veçanta ungjillizuese, do të kemi 2 folës të veçantë, ata janë të 2 misionarë në Shqipëri, njëri është pastori një kishe në Korçë, është ky djali me mustaqe, si unë dikur, vetëm se unë kisha dhe flok. Është vlla Dexel që është në të majtën time, ai do të jetë me ne për këto 2 ditë, është misionar në Korçë, siç e thash, ka një kishë atje, ndërsa në të djathtën time është Alan dhe familja e tij. Familja normalisht jeton në Amerikë, ai është këtu me gruan dhe me djalin e tyre të vogël. Janë misionarë në Berat edhe po punojnë për një kishë mbjellje atje, darë Zoti do të bekohen planet e tyre që të ketë një kishë të re në Berat, ku do të predikohet fjala e Zotit. Ne do të mbështesim edhe atë gjatë javës së klinikave, por ai do të jetë me ne në këto 3 data, 16, 17 dhe 18 janar, pra si sot 2 janë, dakor? Por duke filluar që të premte dhe jo vetëm të dielën. Mbajini mend këto data, ftoni miq, ftoni familjar, do jetë një kohë e veçantë, do jetë një kohë e gëzuar, do jetë një kohë ku do flasim për ungjillin, pse jo disa njerëz do dëgjojnë lajmin e mirë të Perëndis, ungjillin e tij, dhe të tjerë prej nesh ndoshta do të inkurajohen që në këtë vit të ri ta kemi në mendje edhe ungjillizimin, ta ndajmë Krishtin me të tjerët. Mirë, do të vi vlla Geni për të lexuar me ne. Vlla Çimi do t'i kthehet asaj pamjes. Ju mund ta ndiqni Genin teksa lexon. Pastaj i tha Jezusit: Zot, kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde. Atëherë Jezusi i tha: Në të vërtetë po të them, sot do të jesh me mua në parajs. Në këto 2 vargje lexojmë për një shkallë të rëndësishme në jetën e një njeriu aq të ligë, sa që ishte dënuar me vdekje në kryq pranë Jezusit të kryqëzuar. Është për t'u habitur se gjithë urrejtja dhe tmerri të pranishmëve nuk ishin drejtuar atij, por të pafajshmit pranë atij. Ata nuk shan vjedhsin, por Jezu Krishtin. Për atë që ishte varur në kryq, pa kryer kurrë për të cilën të mund të shpallej fajtor, dhe që nuk ishte treguar asgjë tjetër përveç dashurisë, pati veç për çmim dhe për buzje. Askush nuk mori anën e tij. Pilati, kryeprifti dhe populli ishin të gjithë kundër atij. Madje edhe 2 veta të dënuar për të vdekur me atë ishin ndër blasfemuesit në fillim. Pastaj, njëri prej tyre kuptoi se kush ishte në të vërtetë personi i kryqëzuar midis tyre. Dikush që kishte qenë objekt i keq trajtimit i tërhoqi vëmendjen. Mënyra se si i duroi të gjitha fyerjet e bëri të mendohej. Kjo ishte vepra e mëshirshme e Perëndis në një shpirt të humbur. Tashmë,
Zemra e atij vjetë si u kthye nga Jezusi, i cili po vuante për përkushtimin e tij ndaj Perëndisë. Vjetë si tha, ky nuk ka bërë asgjë të keqe. Ndoshta ai kishte menduar për të ardhmen e vet pas vdekjes dhe kishte dashur të ishte me Zotin. Kështu që i thash pëtimtarit, Zot, kujtohu për mua. Zoti i premtoi atij shumë më tepër se ç'kishte kërkuar, amadje ndërruar. Ai kishte filluar të mendojë për të ardhmen e tij të përjetshme. Ai e pranoi se ishte mëkatar dhe ja tha këtë Zotit. Ai u fal vërtet në çastin më të fundit. Shpëtimtar që është ai. Ai është i gatshëm të falë edhe tani. Do vazhdojmë tani me këngën tjetër, kënga me numrin 216. Jo. 217. Kemi një dy djem të rinj, vegjë, që janë sot me ne, edhe do të lutemi për ofertat, le të lutemi. Zot, faleminderit për këtë mëngjes edhe një herë, faleminderit për mirësinë tënde, për dashurinë tënde, o Perëndi, faleminderit për bekimet e tua. Faleminderit Zot që ke siguruar për nevojat tona, na ndihmo Perëndi të jemi besnik e të t'japim ty atë që të takon. Bekoj ofertat që ne do t'japim në emrin e Jezusit lutem. Amen.
Kemi filluar pak vonë të mëngjes, por do ta mbyllim në kohë. Gratë do kenë mundësinë edhe të bëjnë drekën. Dhe pse nga koha kur mbaj mend unë, zakonisht në ditët e vitit të ri gatuhet në 31 edhe për ato 5 ditët mbrapa i kemi gati. Është bekim të jemi në shtëpinë e Zotit, në këtë fillim viti, kemi mundësinë të inkurajohemi në fjalën e Tij, teksa mendojmë për atë që Perëndia ka për ne nga këtë vit të ri 2026. Fakti është e bukur koha e vitit të ri, njerëzit zakonisht e presin një fillim të ri. Edhe kur gjërat shkojnë mirë, presin një fillim të ri që të shkojnë akoma dhe më mirë. Po duke ditur se jemi njerëz që ndikohemi nga rrethanat, e duke njohur edhe kursin e jetës, e dim që shumë shpesh gjërat nuk janë duke shkuar mirë. Edhe zakonisht gjithmonë kur lëm pas një vit, nëse bëjmë bilance, nëse mendojmë për gjërat që kanë ndodhur, gjejmë gjithmonë gjëra që duam kishin qenë ndryshe. Gjëra, veprime që ndoshta themi sikur të mos e kisha bërë këtë. Apo të tjera, për cilat themi as sikur të kisha bërë këto dy gjëra më tepër. Edhe bilancet e fund vitit dhe të fillim vitit janë bilance që i bën shumica e njerëzve. I bëjnë kompanit, kur llogarisin fitimet, kur analizojnë nëse vendimet që kanë marrë kanë sjellë fitim apo humbje, i bëjnë pastaj për të marrë mësime dhe për të përcaktuar disa objektiva të rinj për të patur një vit më të mirë. Çdo kompani kur nis një vit i ri fiskal, një vit i ri ekonomik, pra data 1 janar, fillon edhe mendon si të ketë më shumë fitime se viti që lam pas. Po duke qenë se jeta është bërë konsumiste, pra njerëzit vazhdimisht prezantohen me gjëra konsumi, është rritur edhe tek njeriu i thjesht dëshira për të patur më tepër. Kështu që edhe ne njerëzit e thjesht e gjejmë veten duke bërë ato analizat se çfarë mund të bëjmë ndryshe që të fitojë ca më tepër. Edhe në thelb nuk ka ndonjë gjë të keqe. Nuk është mëkat që punosh pak më shumë, të fitosh pak më tepër e të jesh më i begat. Shtetet edhe ato bëjnë bilancet e veta. Për ju që i ndiqni lajmet, ka disa javë që është diskutuar buxheti i Bashkisë Tiranë për shembull për 2026. Me ato historitë e veta, të drejta apo të gabuara i diskutojmë jashtë shërbese neve. Por diskutohet si do harxojnë lekët e qytetit për vitin që vjen. Vendosen prioritete apo jo, kush është më e rëndësishme për t'u bërë, kush është më pak e rëndësishme për t'u bërë. Vendosen edhe ligjet apo rregullat e reja për vjeljen e taksave. Pse? Sepse të ardhurat e një institucioni shtetëror nuk janë nga shitja e ndonjë gjëje, po janë nga vjelja e taksave dhe sigurisht nga dhënia me qiraja ambienteve që kanë. Edhe ne njerëzit bëjmë plane. Nuk do ju pyes tani cilat janë planet që keni bërë për 2026-ën. Shumica prej jush i kanë disa qëllime. Vitet e kaluara kemi pas një traditë kështu të vogël me këta të rinjt, duke i pyetur për gjërat që kanë në plan për vitin që filluan. Këtë vit kemi qenë pak më të ngarkuar, nuk e kemi bërë. Po në 10 apo 20 veta ka ndodhur që 1 apo 2 kanë thënë nga data 10-15 janar akoma nuk e di çfarë do bëj këtë vit. Shumica i kanë disa qëllime, disa objektiva. Dhe zakonisht objektivat dhe qëllimet që ne vendosim fillojnë me një tokë fjalësh shumë shqiptar ose shumë njerëzor. Fillojnë me tokë fjalshin unë dua të. 2 pika edhe fillon lista, apo jo? Unë dua të kem më shumë para. Unë dua të kem marrëdhënie më të mira me njerëzit. Unë dua të gjej një punë më të mirë. Unë dua të ndroj, shtëpi. Unë dua të ndroj makinë. Edhe vazhdon lista. Kemi dëshira nga ato që i konsiderojmë si më të rëndësishme, më të mëdhaja,
tek ato gjërat më të vogla. Ajo që nuk pyesim kur ulemi të bëjmë planet për vitin e ri, është çfarë do Zoti? Se unë kam plot dëshira. Por Biblia thotë që ne jemi krijuar nga Perëndia, në Krishtin Jezus jemi vepra e Tij, të krijuar për vepra të mira. Jemi krijuar për t'i shërbyer Perëndisë. Dhe kur ne vim në besim, rivendosim atë marrëdhënien e parë për cilën Perëndia na krijoi. Që ne të jetojmë me të dhe për të. Prandaj kur ulemi dhe mendojmë për vitin, nuk duhet ta nisim me fjalët unë dua të, por me pyetjen, çfarë do ti Zot nga jeta ime? Dhe pyetja është, çfarë do Zoti nga jeta juaj? Kur dulemi, ata për jush që ulen dhe shkruajnë qëllime, të mos mendojmë me njëherë për ato që ne duam, por të mendojmë për ato që Zoti ka për jetën tonë. Sepse qëllimi për cilin u krijuam dhe qëllimi për cilin Krishti me sakrificën e Tij të përsosur na riktheu tek ajo marrëdhënia fillestare me Perëndin, është që ne të jetojmë me të dhe për të. Dhe ashtu si ulen dy veta kur duan të organizojnë diçka bashkë, fillojnë dhe pyesin për oraret e njëri tjetrit, për dëshirat e njëri tjetrit, për kohën e njëri tjetrit, edhe bëjnë një planifikim, kështu duhet ulemi me Zotin, duke e nisur me pyetjen çfarë do ti Zot nga jeta ime në këtë vit. Fillimi i një viti nuk është vetëm ndryshim kalendari, dakor? Është edhe një ndalesë që ne të shohim pas gjërat që shkuan mirë, që t'i bëjmë përsëri, dhe gjërat që shkuan keq, që t'i bëjmë më mirë, apo të mos i bëjmë fare nëse s'duhem bërë. Është gjithashtu një moment ku ne duhet shohim përpara, sepse viti që lëm pas është e shkuar, ne marrim mësimet dhe pastaj shohim përpara që mësimet që morëm t'i përdorim për të arritur atë që Perëndia ka për jetën tona. Në një vit të ri, disa nga ne hynë me gëzim, hynë me pritshmëri, apo jo, presim që gjëra të mëdha do ndodhin në jetën tonë, të tjerë hynë me lodhje, se janë lodhur nga viti që lanë pas, të tjerë hynë me frikë për atë që mund të ndodhë, e të tjerë me pasiguri për atë që i prek, sepse ajo që na prek është e panjohur. Ne nuk e dim se çfarë do ndodhi nesër. Kujt ja merrte mendja për shembull që do zgjoheshim të shtunën në mëngjes dhe do lexonim lajmet për ndërhyrjen e ushtrisë amerikane në Venezuelë, në një kohë ku njerëzit ishin akoma duke festuar vitin e ri, një kohë feste apo jo. Ajo që ndodh nesër është e papritur për ne. Dje po kalonim tek shtëpia jon, aty në lagje, edhe në një nga ato lokalet e lagjes, që ka shumë pak lokale lagja jon e re, kishte shumë njerëz. Edhe kishte njerëz që qanin. Dikush kishte ndruar jetë. Fillim viti. Kush e ka pritur kur kanë bërë gëzuar në 31 që nesër apo pas nesër dikush në familje ndron jetë. Se ne nuk e dim se ç'a pret. Dhe njerëzit natyrshëm kanë një pyetje. Dhe pyetja është ç'a do ndodh këtë vit? Po t'ju pyes, e di që secili nga ju do ketë mendimet e tij në lidhje me çështje të ndryshme. Ç'a do ndodhi këtë vit? Do fillojmë dhe do bëhemi profet. Po kjo nuk është pyetja më e rëndësishme. Se ç'a do ndodhi këtë vit, ne nuk e kontrollojmë. Ne kontrollojmë ç'a do bëjmë ne këtë vit. Po pyetja më e rëndësishme është me kë do ecim gjatë këtij viti. Kë do kemi për krah. Biblia na mëson se forca jon nuk qëndron tek rrethanat, as tek njerëzit që mbajmë afër, por tek Perëndia që ecën me ne në çdo sezon të jetës. Në çdo stin
Perëndia është aty. Në çdo vështirësi, Perëndia është aty. Në çdo sfidë, Perëndia është aty. Kur ka krizë ekonomike në botë, Perëndia është aty, sepse ai ecën me ne në çdo stin të jetës. Dhe ne duhet zgjedhim dhe duhet vendosim me kë do ecim ne gjatë këtij viti që Perëndia na ka dhënë. Unë kam lënë Biblën atje në fund, kështu që Temi do më ndihmoj çik me Biblën time, megjithëse pas kam një tjetër këtu, kështu që s'ka problem Temi. Ju ftoj që ta hapim Biblën tek Josueu, kapitulli i parë. Josueu, kapitulli i parë, do të shohim vargjet 1 deri në 9. E nuk e dim nëse kjo ishte kohë e vitit të ri për Josueun dhe Izraelin, por kjo ishte sigurisht një stinë e re. Ishte një epokë e re për popullin e Izraelit, edhe për vetë Josueun që do të ishte drejtuesi i tyre. Ky është në fakt një fillim jo ashtu si ne do ta donim, është një fillim dramatik. Sepse Mojsiu ka ndruar jetë, nuk është më për ta prirë popullin, dhe Josueu duhet marrë tani në dorë drejtimin e popullit të Perëndis. Dhe keni parasysh, Josueu për disa kohë qëndroi pranë Mojsiut. E pa lodhjen që kishte Mojsiu teksa drejtonte popullin e Izraelit. E pa gjithashtu edhe kokëforcinë e popullit Izraelit, teksa shumë herë ata zgjodhën të mos i binden Zotit, të mos ta besojnë Zotin. Edhe ai po përballet tani me këtë zgjedhje, të marrë skeptrin e drejtimit të popullit Izraelit, teksa Mojsiu nuk është më. Dhe është shumë i bukur vargu i parë dhe vargu i dytë, shikoni çfarë thuhet. Mbas vdekjes së Mojsiut, shërbëtorit të Zotit, ndodhi që Zoti i foli Josueut, djalit të Nunit, që i shërbente Mojsiut dhe i tha: Mojsiu, shërbëtori im, vdiq. Prandaj çohu. Mojsiu vdiq, prandaj ti Josue çohu. Do të thënë, edhe kur jeta ndoshta ka të papriturat e saj, edhe kur jeta ndoshta na vë poshtë me largime, edhe kur gjërat nuk shkojnë mirë, Perëndia është aty besnik në çdo sezon. Perëndia ishte aty kur Mojsiu jetonte, Perëndia ishte aty tani që Mojsiu vdiq. Dhe Perëndia i thot Josueut: Mojsiu ka vdekur, tani ti ngrihu dhe unë do të tregoj atë që unë kam në plan për ty dhe për popullin e Izraelit. Perëndia është aty edhe kur ne na duket se çdo gjë mbaroi. Mendoni pak për popullin e Izraelit. Nëse i kthehemi historisë pak më herët, kur Mojsiu u ngjit në mal, populli priti për disa ditë, apo jo? Por kur Mojsiu u vonua, thanë, na duhet një drejtues tani, ç'do bëjmë pa Mojsiun? Edhe kërkuan dhe shkuan në rrugën e gabuar, mblodhën ar dhe bën atë statujën prej arit dhe filluan ta adhurojnë. I dhan vetes një idhull, i dhan vetes një perëndi, sepse pa Mojsiun e konsideruan të mbyllur kapitullin që Perëndia nisi me ta kur i nxori nga populli i Egjiptit. Tani i gjithë populli e dinte Mojsiu kishte vdekur, sigurisht për ta ishte një kapitull i mbyllur. Ndoshta edhe shkurajues, por Perëndia është aty në çdo stil. Edhe koha kalon, fakt koha nuk kalon, koha mbetet, njerëzit kalojnë. Dhe teksa njerëzit kalojnë, Perëndia është aty. Dhe Perëndia ecën me ne, me besnikëri, dhe është gjithmonë pranë. Perëndia nuk e fsheh realitetin. Dakor? Njerëzit ikin, kjo ka dhimbjen e saj, edhe njerëzit qajnë, dhe sigurisht dhimbja është e madhe kur humbi kë, por Perëndia është aty
dhe ai është aty që ajo që humbet mos bëhet pengesë për të ardhmen. Dhe Perëndia ishte aty për popullin e Izraelit. Prandaj i thot Josueut, Mojsiu vdiq, tani ti ngrihu dhe un kam një kapitull të ri për të vazhduar. Nëse ne na duket se historia mbaron, në fakt nuk mbaron historia. Mbaron një kapitull për të filluar një tjetër, sepse Perëndia është gjithmonë aty. Dhe Perëndia është ai që bën një gjë të re. E pam mërkurën Isaia thot, unë do të bëj një gjë të re. Perëndia nis një gjë të re. Kur ne jemi besnik, kur ne e ndjekim atë. Kur mbyllim vitet, kur mbyllim një vit, ndodh që shumë gjëra i lëm pas. Për shembull, po të mendoni pak, keni patur ndoshta ëndra që nuk i keni realizuar këtë vit. Gjëra që ndoshta i menduat në fillim, do ta bëj këtë dhe nuk e bë dot rrugës. Keni patur ndoshta në fillim të vitit kaluar një lutje për diçka të madhe në jetën tuaj, ktheni kokën tani dhe shikoni që ende nuk e ka marrë një përgjigje. Dhe ndoshta po të ktheni kokën pas, do gjeni edhe zhvillime. Gjëra që ju i prisni të ndodhin dhe nuk ndodhin. Por teksa ne mendojmë për ëndra të paralizuara, teksa ne mendojmë për lutje që ende nuk e kanë marrë një përgjigje, teksa mendojmë për zhgënjimet që kemi kaluar, duhet të mbajmë mend këtë. Perëndia është i njëjtë dje, sot dhe përjetër. Perëndia nuk ndryshon, Perëndia bën dhe i mban premtimet, Perëndia bën atë që ai thot. Dhe Perëndia premton se është me ne në çdo stin. Premtimet e Zotit ama kërkojnë besim. Premtimet e Zotit kërkojnë besim. Shikoni çfarë thot vargu 2 në vazhdim edhe vargu 3, shumë i bukur. Prandaj çohu, kaloj Jordanin, ti dhe gjithë ky popull, dhe shko në atë vend që unë u jap atyre bijve të Izraelit. Unë ju kam dhënë çdo vend që ta bani i këmbës suaj, ka për të shkelur, siç i thash Mojsiu. Do me thënë, Perëndia ja u kishte dhënë tokën, por cilën tokë? Çdo vend që këmba e tyre do të shkelte. Qa kërkonte kjo? Kërkonte besim. Nëse unë ju them sot se kariken ku ju jeni ulur, mund ta merrni me vete. Secili nga ju do marri një karike. Nëse unë ju them që çdo karike ku ju do të uleni sot, do ta merrni me vete, kështu si jeni tani, prap do merrni me vete vetëm një karike. Por nëse keni besimin tek ajo që ju thash, dhe çohet Danieli dhe nga karikja ku është tani, ulet te karikja që ka për krah, kur të iki do marri me vete 2 karike. Dhe populli do ta merrte tokën e premtuar, po do të merrte çdo pjesë që këmba e tyre do të shkelte. Kjo kërkonte që ata ta besonin premtimin duke treguar një hap besimi, duke shkuar tek toka e premtuar. Dhe Perëndia ka premtuar begati për ne, Perëndia ka premtuar besnikëri për ne, Perëndia ka premtuar që i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve tona, po ne duhet kemi besim, edhe duhet hedhim hapin. Ne duhet ta ndjekim Perëndin duke ecur me besim. Tek Hebrejve 11 nuk ka nevojë ta hapim atje, është ai holli i besimit, i themi nganjëherë, apo jo? Si Hall of Fame, çfarë është ajo? Është holli i besimit. Pse? Listohen të gjithë njerëzit në dhjatën e vjetër që bëjnë gjëra për Perëndin, po si i bën? Nëpërmjet besimit. Dhe është ai momenti i Abrahamit ku thotë dhe Abrahami pa e ditur ku po shkonte, u nis. Ne që japim makinës, e dim mirë që po nuk e krijuam në mendje atë itinerarin që do ndjekim timon, nuk nisemi kollaj. Sepse duam ta dim se në çfarë rrugë po shkojmë dhe kush është destinacioni, ku do arrijmë. Edhe ju besoj kur dilni nga shtëpia në këmbë, nuk dilni ku të ru, ku të mçojnë këmbët.
por dalin duke e ditur se ku po shkojnë. Abrahami mori familjen, mori pasurinë e tij, braktisi ato që kishte dhe u nis pa e ditur se ku po shkonte. Po pse u nis? Ishte i marr. U nis sepse pati besim tek premtimi i Perëndis. Dhe nuk i tha, ma trego në hartë Perëndi. Nuk i tha, më jep një shenjë që unë të besoj, por e dëgjoi fjalën e Zotit, besoi dhe u nis pa e ditur ku po shkonte. U nis nëpërmjet besimit. Dhe teksa kemi filluar një vit të ri, duhet kuptojmë të që ne jemi thirrur për të hedhur hapa besim. Perëndia e thirrë Josueun dhe teksa i premtoi dhe njëherë tokën e premtuar, i tha do t'ju jap çdo vend ku këmba juaj do të shkelë. Pra, hidhe një hap, hidhe dhe një tjetër. Shkele tokën, tregoje besimin dhe ajo tokë do t'jetë e jotja. Perëndia kërkon që ne të ecim me hapa besim. Dhe teksa kemi besim tek Zoti, dhe teksa ulemi dhe shohim çfarë Zoti kërkon nga ne në këtë vit, duhet kuptojmë që forca, trimëria vjen nga fjala e Perëndis. 3 herë në këtë pasazh nga vargjet 1 deri në vargun 9, Perëndia i thotë Josueut, "Ji i fortë dhe trim." Ishte e lehtë ajo që kishte Josueu përpara? Nuk ishte e lehtë. Është e lehtë ajo që kemi ne përpara në këtë vit? Nuk është e lehtë. Se e dim nga viti i shkuar, do kemi sfida, do kemi vështirësi, do na duhet të tregojmë besim, do na duhet të merremi me njerëz që ndoshta s'duam të merremi, do na duhet të merremi duke ndarë ca gjyqje që s'duam t'i ndajmë. Sigurisht nuk është e lehtë kjo. Po Zoti thot, ji i fortë dhe trim. Pse? Jo për shkak të asaj që mëson bota. Ka ndalë shumë nga këto trajnimet, unë s'jam kundër trajnime, në fakt jam favor, po ka ndalë shumë nga këto trajnimet ku del dikush atje dhe fillon të flet ty dhe i flet njeriu brenda teje që ti je i aftë, që ti e ke potencialin t'i bësh të gjitha, duke kërkuar që të ndezi ndoshta atë dëshirën e brendshme tek njeriu i mishit. Por Perëndia i thot Josueut, ji i fortë dhe trim, jo se ti je i fortë, jo se ti je i stërvitur, që ishte ai, por sepse unë jam me ty. Nëse ne do të tregojmë forcë dhe trimëri gjatë këtij viti në përballjen me sfidat që do vinë, nuk do jetë prej forcës tonë njerëzore, po do jetë sepse Perëndia është aty. Forca jo nuk vjen nga vetë besimi, por nga mbështetja tek fjala e Perëndis. Dhe Perëndia e mbyll me Josueun tek vargu 8, me një varg shumë të bukur, shumë prej nesh e kanë mësuar përmendesh, ky libër i ligjit mos u ndaft kur nga goja jote. Sigurisht, njerëzit duhet të jenë të fortë fizikisht dhe që të jesh i fortë fizikisht, edhe duhet ushqesh, edhe duhet stërvitesh. Po Perëndia nuk i thot Josueut ki disiplinë në stërvitje, edhe pse kjo ishte e mirë dhe e nevojshme. Që të jesh i fortë, sidomos në pozicionet e udhëheqësisë të një kombi, si ky që po udhëhiqte Josueu, duhet të kesh edhe aleanca. Edhe aleancat nuk janë të gabuara, edhe aleancat ato të vogla që ne lidhim duke ndërtuar ndoshta marrëdhënie me njerëz që në një të ardhme mund të jenë ndihmë e bekim, nuk janë të gabuara, por Perëndia nuk i thotë Josueut, shko dhe bëj sa më shumë aleanca. Që të drejtosh një popull të madh, duhet të dish edhe se si ta bësh popullin për veten. Po Perëndia nuk i thotë Josueut, shko dhe bëj një orator shumë i madh. Çfarë i thotë? Ky libër i ligjit, ja ky këtu që ne kemi të plot, mos u ndaft kur nga goja jote. Mendohu për të ditë e natë. Sigurisht kjo nuk ishte një thirrje për të mos shkuar në gjumë, po kjo ishte një thirrje për të qenë i pandashëm me fjalën e Perëndis.
Sepse nëse Josueu do ta udhëhiqte popullin në këtë stin të re, nëse ai do ta dilte mban si drejtues dhe si udhëheqës, nëse ai do të kishte sukses në këtë kapitullin e ri, nuk do ishte prej forcës së tij, as prej njohurisë së tij, por do ishte për shkak të fjalës së Perëndis. Dhe në fund fare, tek vargu 9, shumë i mrekullueshëm, a nuk të urdhërova unë, i thot Zoti, për herë të tretë, ji i fortë dhe trim. Mos ki frikë dhe mos u thye, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. Shiko, nga një herë edhe në këtë vitin e ri, ndoshta do na duhet të ecim në disa rrugë të vështira. Në rrugë që ndoshta edhe do na mundojnë. Ndoshta do duhet të ecim në disa rrugë që në një mënyrë e ngjallin dhe frikën, e kanë dhe rrezikun. Po çfarë thot psalmisti tek Psalmi 23? Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Ndërsa këtu Perëndia i thot Josueut, unë jam me ty kudo që ti të shkosh. Por kujdes, ja ka treguar më herët se ku kërkon që ai të shkojë. Ja ka dhënë planin, ja ka dhënë rrugën, ja ka dhënë parimet. Dhe nëse ne jemi burra e gra, të gatshëm ta ndjekin Zotin në rrugën që ai vendos përpara nesh në këtë vit 2026, nuk kemi pse të kemi frikë. Do kemi gjëra që ndoshta nuk do jenë të kënaqshme. Do kalojmë vështirësi, do kemi dhe dhimbje. Por Perëndia thot, unë jam me ty kudo që të shkosh. Në cilën do vështirësi, në cilën do pasiguri, në cilën do sfid, unë jam me ty. Dhe Zoti ja tha 3 herë Josueut, ji i fortë dhe trim. Në fakt ato fjalë vlen edhe për neve sot. Perëndia thot, ji i fortë dhe trim. Ti nuk e di çka ka 2026 për ty. Nuk e di çfarë do ndodhi. Ke bërë me siguri planet e tua. Ndoshta i ke bërë dhe pa Zotin. Ulu dhe bëj ato plane me Zotin. Fute Zotin tek ajo lista e planeve që ke bërë. Por sigurisht edhe me Zotin tek planet, ne nuk e dim se çfarë do ndodhi. Por ne kemi në dorë një gjë. Të sjedhem, siç e tham në fillim, me kë do ecim. Dhe Perëndia premton, unë jam me ty kudo që të shkosh. Dhe Jezus i thot në dhjetën e re, dhe unë jam me ju gjithë ditën. Edhe pse ne nuk e shohim, ai është me ne. Edhe pse ne nuk shohim fizikisht Krishtin, ai ka lënë tek ne ngushëlluesin, frymën e shenjtë Perëndis. Dhe ne nuk jemi vetëm, por ne kemi pranë Perëndin. Prandaj, ndërsa do kemi sfidat e pasigurit e frikën, të kujtojmë që kemi gjithmonë pranë nesh Perëndin, teksa jemi duke ecur në rrugën që ai ka për ne në këtë vit të ri. Prandaj merrni zemër, ajo që për ne në syrin njerëzor duket fundi i historisë, për Perëndin është fundi i një kapitulli dhe fillimi i një kapitulli të ri. Ndoshta gjërat nuk kanë shkuar mirë në jetën tuaj këtë vit që lan pas, por ato nuk janë fundi i historisë, janë fundi i një kapitulli. Zoti thot, unë po bëj një gjë të re. Perëndia mund të bëjë një gjë të re në zemrat tona këtë vit. Ai e ka fuqinë nëse ne e lejojmë që ai të veprojë dhe të ndërtojë jetën tonë. Le të lutemi. Zot, faleminderit për këtë mëngjes, faleminderit Perëndi për bekimet e tua. Lutem Perëndi që dora jote e bekimeve të jetë mbi ne, Perëndi. Lutem Perëndi që ne të jemi burra e gra që të ndjekin ty, o Zot, që të bëjnë ty pjesë të planeve të tyre. Në fakt, o Zot, që ndjekin planin që ti ke për jetën tonë. Na ndihmo Perëndi të marrim kohë, të kuptojmë atë që ti ke për ne këtë vit, e të ecim në rrugën tënde
duke ditur se sa do e vështirë, sa do sfida të ketë, ne nuk duhet kemi frikë, ne duhet jemi trima, ne duhet kemi guxim, sepse ti je me ne kudo që ne shkojmë, teksa ndjekim planin që ti ke për jetën tona. Bekoje kishën tonë o Perëndi, na kthe përsëri në takimet në vazhdim, beko dhe takimet që do të kemi në mes muaj, për ungjillizim, lutem o Perëndi të jenë takime që të lartësojnë ty o Perëndi e shpallin Krishtin tek ata që nuk të njohin. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Mirë, do të këndojmë një këngë të fundit përpara se të largohemi. Është kënga 217 për mbi male 219. Kanë gjeca nga këto numrat e vjetër në mendje. 219, ju ftoj të ngrihemi në këmbë. Për mbi male shkoj, muaj, vemi kodra pa kufi. Për mbi male shkoj, muaj, Jezus i lidhni. Parindelet poruaj, të na kupën përej. Dhe lartë që nga parajsa, një drite shenjtë shkëlqen. Për mbi male shkoj, muaj, vemi kodra pa kufi. Për mbi male shkoj, muaj, Jezus i lindi. Në një brazë të thjeshtë, ulim sot Jezusi. Dhe Zoti lindi, në Jezu bëfëmi. Për mbi male shkoj, muaj, vemi kodra pa kufi. Për mbi male shkoj, muaj, Jezus i lindi. Faleminderit që ishit sot me ne, Zoti ju bekoft drekën e mirë.